Hajde tani të them dhe unë ty një ofertë me që jemi në këtë atmosferën e ofertave. Do më bësh ofertë ti mua? Më vdek Pyetje të të tërë plaka më digjini rrodhve. Hajde ma thuaj. Pyetje të tërë publikut. Do të bëj një ofertë për 2 analistët. Më pëlqen. Deri këtu? Ofertë mirë, 2 analistët, 2 analistët, po prit se s'ka mbaruar. Se ata janë që të dy karizmatik janë. Po, të dy. Dhe në ofertë janë 2 personazhe të tjerë. Ofertë. 2, cop 2. Mirë, gjatë, do t'i paranojnë. Nëse janë femra më shijojnë. Po janë meshkuj, Më duket se janë ato të para. Të para? Më duket. Oferta është e mirë. I presim? I presim. Një sekundë, do filloj vetë se javës tjetër të lash. Që do? Si zoti faqe në përnë e dëmë. Vishtë. Vazhdoj unë, ha? Ate, sot do flasim për ka... Po, në disha për tjetër që... Për kalamaj do flasim sot. Dihet që edukimi i fëmijëve fillon që nga ko... Pe poshtë. Edukimi fillon ka poshtë, Si nga poshtë? Dhe me thonë, e kopsi, filloja, 9 vjeqarja, shkolla naltë në shkolla mesme. Ik tash, fillon, dihet që edukimi fillon nga kopsti, prandaj ne sot kemi ftuar dy dele, 300 pare, 2 dele. Kemi ftuar 2 edukatore tona shumë të vëndshme. Edukatore nuk e ftuar. Ma hap rrugën more bujë njeriu, u bën e ti. Urdhëroni. Mirë. Fifje. Zotri, për nuk lejot... Kush e driq? Më falë është zotri, për nuk lejot me mos qenin me vete. Kuj ti thua qenti more bujë njeriu? Kush e driq? Sepse kur kam dalur unë për herë të parë në televizion, ti, edhe ti, vetëm ti, vetëm ti, më falë mua dashuri. Kush e driq? Lidhe se në hoj. Se mua më pëlqej ata... E në mu, po këtë tjetra. Më falë. Po thosa më pëlqen tak. Tak, kosho! Po thosa më pëlqen takti saj. Po, filloj me me pyetjen e parë. Doja t'ju pyesja direkt. Çfarë është për ju një Shef. Excuse me? Një qershori, po thosha çfarë është për ju një qershori? Një qershori është dita e fëmijëve, ku ata janë mbretërit të kësaj dite. Actually, mua më bën shumë përshtypje sepse në Amerikë nuk e festoj një qershorin, por vetëm këtu. Po, ndërsa për mua... Një sekund, ju lutem, po vazhdoni. Ndërsa për mua një qershori është një fest tepër e veçantë, zakonisht nga ditët e tjera ku ndonjëri bën ndonjë gabim, unë e kap me shkelma dhe e thyr për mesi, e maj dhe i çerekore në ajër. Kurse? Kurse një qershori është dita e tyre. 1 orë e gjysmë në ajër. Kush e driq? Një sekund, ju lutem. Lidhe. Një sekund, që vazhdo me pyetjen. Me falje, si kisha i pyetje, më falë, si kine emri? Zonjush Zana. Zana. Yes. Që bëni ju për rritjen e kreativitetit të kalamajve? Wonderful questions, bravo. Për të parë se sa krijues janë vetë ata dhe për të nxitur kreativitetin e tyre, ne përdorim, aplikojmë lojëra shumë të ndryshme, si për shembull, Hudhje e shokut me pengesa. Hedhje e shokut në formë shtize. Rrotullim koke me përdredhje, edhe për argëtim kafshim veshje në formë tyrjele. Po kjo iqin loja për i loj ka kalamaj. Absolutisht janë profesioniste. Pa tjetër profesioniste, tani kam i pyetje direkte, juve fëmijëve i flisni për po. Po pra ja kjo por dhe modhe gjoja me metoda amerikane.
zotri! O, qëndër! Ju s'keni etik, mërë zotri, ju s'keni etik, o, zotri! O, ma lok, kush foli ty, mërë, o, ma lok! Nuk s'kam folur fare këtu. Qepe me ti! Tepe. Shaferi! Ma lok! O, ma loke! Po. A do me ndaj tek për tek? Sto kam për të tek, pat me të asenojnë! O, malo, heu bre! Më jam tironë, për kisht lashit jam për tironë! Një sekund, më vjen keq, një sekund. Kam një pyetje direkte. Çfarë bëni ju për rritjen e nivelit të edukimit të fëmijëve? Çfarë bëni? Yes, absolutely. Në fakt që kur kam ardhur në këtë kopësht, kam sjell disa metoda të avancuara amerikane. Unë i kam lezuar fëmijëve online në kompjuter. Nga shkrimtarët më të mëdhenj, Hugo, Molière, Franz Kafka. O të qafsha Kafkën unë ty moj me këto metodat. O të raftën do një... Nesër, unë jam më komerç. Ja për shembull, të gjithë fëmijët e kopshtit unë i kam bërë friends në Facebook. Para se të vija në këtë emision, isha duke çatuar me të birin e tasimit. Edhe i thash, në qoftë se nuk më jep 100 çipsa për të luajtur poker, nesër kur të vish në kopës do të lash elet me doreza boksi more bir njeriu. Kushe drejsh! Një sekond, ju lutem. O malok, a ke Facebook ti o malo? Kam hor para se merë. Jo, unë e kam dhi... Absolutisht jo. Jo, e kam dhi dhimit të remi në Facebook. Ua, kurse Po ti, unë... si e ke? Unë e kam drenusha e blokut. Se të thë, dej... Moj që ta nuze. O, pse këtu qeke ti? E po këtu jam. Kur erdhemi, si s'pash unë ty? Po kështu është kur nuk e eksperiencë televizive. Tani më duket zemra se erdhi koha për... Që është kjo, me? Më duket se tani ka pak publicitet. Me A dalin të ajo kioska aty për balë pim një ponç me qumësht? Ne të dy? Po. Po me i kush jo, unë të që... Pa tjetër. Oh my God. Të kemë ula. Pa tjetër. What is this? Pa tjetër që do më qeras. Po dhosha që unë do të qeras. Pra, dakord, hajde, E shikon qa kavaljeri. Kushe drejsh! Urda. E kja pa hajri. A zara, Yes. a do qaj të zi? Kisha i pyetje për të. A di qikni? Uje e pjesët. A zara, pyetja ime o. I love you. Më falni, për që shkjo e duk... I love you too. I love you 3. I love you 4. E bëfshë si Berisha, s'na pasëni ditë kriz nuk na pasëni. E falë zotë, ha.